Pas hulumtimeve të kryera mbi strukturën e G&E Investment ShPK dalin në pa dy lidhje kyça që është vendosin vëmendjen nga kompania formale drejt arkitekturës reale të ndikimit dhe ndërmjetësimit. G&E Investment ShPK rezulton në qendrën kombëtare të biznesit si një subjekt me kapital minimal, pa aktivitete të deklaruar dhe me bilance që tregojnë mungesë kapaciteti real financiar. Megjithatë, kompania ka siguruar leje për projekte ndërtimi me vlerë 10 milion euro në Vlorë, Tiranë, Palas dhe Borsh. Ky kontrast mes pasqyrës financiare dhe volumit projekteve mbetet pika më problematike e kompanisë. Në artikullin e mëparshëm u dokumentua lidhja e ortakut Endrit Shabani me familjen Shabani dhe aktivitetin e Transoil ShPK. Kompania e lidhur me lëvizje portuale dhe mospërputhje mes volumit fizik të mallrave dhe deklarimeve fiskale. Kjo linjë krijon tabanin e parë të dyshimeve për burimet reale të qarkullimit të kapitalit. Por një pjesë domethënëse e strukturës shfaqet e Gledis Petrit Çela. Hetimi nxjerr në pas se dy janë lidhjet kyçe të Çelës që e integrojnë atë në një rrjet më të gjerë ndikimi. Lidhja e parë është përmes kompanisë G3 Group ShPK. Në këtë subjekt, Gledis Çela figuron ortak për krah Gurtem Papulit dhe Olger Priftit. Gurtem Papuli është djali i Agron Papulit, një emër i njohur në sektorin e ndërtimit dhe zhvillimit urban. Olger Prifti rezulton të ketë lidhje familjare me ish-ministrin Blendi Klosi. Kjo nyje nuk është thjesht biznesore, por krijon akses potencial në vendimarrjen urbane dhe territoriale, duke e vendosur Çelën brenda një rrjethi ndikimi që shkon përtej tregut të lirë. Lidhja e dytë është edhe më komplekse dhe kalon përmes kompanisë Core ShPK. Core ShPK figuron si kompani ndërtimi në pronësi të plotë të Gledis Çelës. Administrator është Enea Spahiu. Dokumentet zyrtare tregojnë se Çela dhe Spahiu kanë deklaruar të njëjtën adresë personale në status e fakti verifikueshëm në QKB. Roli i Spahiut është qendror. Ajo nuk qëndron vetëm në ndërtim. Ajo rezulton e lidhur me agjensitë imobiliare përmes Domini Property dhe figuron si partnere në Otium ShPK, kompania që operon rrjetin Keller Williams Albania. Otium ShPK përbën krahun e shitjes, brenda kësaj kompanie figuron si ortak edhe Helidon Begaj, Gentian Skënderaj dhe Herodian Terezi. Sipas dokumenteve prokuroriale të publikuara në media, Helidon Begaj është përmendur në dosjen e SPAK për skemën e incineratorëve për shkak të transaksioneve financiare të dokumentuara. Ai nuk figuron si ortak apo aksioner në G&E Investment, ai nuk figuron në Core, lidhja e tij është indirekte dhe ndodh brenda të njëjtit ekosistem të shitjes përmes strukturave ku është e përfshirë edhe administratorja e kompanisë së Çelës. Këto lidhje ndërtojnë një strukturë funksionale jo transparente. G&E Investment ShPK mban formalisht lejet e ndërtimit, edhe pse nuk shfaq kapacitet financiar të deklaruar. Rreth saj shfaqen kompani të lidhura me Gledis Çelën që operojnë në fushën e ndërtimit dhe zhvillimit. Paralelisht një rrjet agjencish imobiliare i lidhur me Otium ShPK operon në treg me markën Keller Williams në marketingun dhe shpërndarjen e pronave. Kjo arkitekturë krijon një ndarje rolesh mes subjektit që mban leje dhe strukturave që shfaqen në ndërtim dhe shitje, duke e bërë të paqartë zinxhirin real të përgjegjësisë financiare. Një tjetër element që kërkon vëmendje është lidhja familjare e Gledis Çelës me administratën shtetërore. Aldo Çela, vëllai i tij, rezulton i punësuar në administratën tatimore. Ky fakt i marrë izoluar nuk përbën shkelje, por në kontekstin e një kompanie me bilanc financiar të dobët, që përfiton leje ndërtimi për projekte me vlerë 10 milion euro, krijon një tjetër pikpyetje mbi nivelin real të kontrollit fiskal dhe transparencës ndaj këtij rrjeti. Në të njëjtën kohë, prania e individëve të përmendur në dosje të SPAK-ut mbi skemën e incineratorëve brenda të njëjtit ekosistem biznesor sjell një pyetje legjitime që kërkon përgjigje institucionale dhe jo thjesht politike. A ekziston ndonjë mbivendosje mes rrjedhës së kapitaleve të hetuara në aferat publike dhe financimit real të projekteve gjigande të ndërtimit të mbajtura nga G&E Investment? Kjo pyetje nuk presupozon fajsi. Ajo ngrihet mbi mospërputhje konkrete mes bilanceve zyrtare, rrjeteve të lidhjeve dhe nivelit real të investimeve që po ndryshojnë fizionominë urbane të qyteteve.